Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit DTV Media, mirë se vini në Info. Sot për të gjithë besimtarët musliman ka filluar muaji i shenjtë i Ramazanit. Ky muaj i shenjtë na mëson durimin, solidaritetin, përulësinë dhe dashurinë për njëri tjetrit. Gjatë këtij muaji besimtarët përpiqen të forcojnë lidhjen e tyre me librin e shenjtë, Kur'anin, të shtojnë adhurimet dhe të përmirësojnë sjelljet e tyre. Ramazani na mëson që se forca e vërtet nuk qëndron vetëm në përmbajtjen fizike, por edhe disiplinën shpirtërore dhe në sinqeritetin e qëllimeve tona të secilit besimtar. Për të folur mbi vlerat dhe mesazhet që sjell Ramazani, përfitimet e tij, do të flasim sonte me krye'imamin e Bashkisë Islame në Prishtinë, zotin Burhanuddin Hashani, por se pari ju ftoj që të ndjekim lajmet kryesore të ditës. Shtetet e Bashkuara në udhëheqjen e presidentit Donald Trump po i bëjnë presion NATO-s që të reduktojnë ndjeshëm aktivitetet jashtë territorit tradicional, përfshirë përfundimin e një misioni kyç të aleancës në Irak, kanë thënë 4 diplomatë të NATO-s. Sipas tyre, Shtetet e Bashkuara kanë lobuar muajt e fundit edhe për zvogëlimin e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, si dhe që Ukraina dhe partnerët e Indo-Pacorit të mos marrin pjesë zyrtarisht në samitin vjetor të aleancës që do të mbahet në Korrik në Ankara. Më shqetësues se për aleatët evropian është sinjalizimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të reduktuar praninë e NATO-s në Kosovë. Misioni paqëruajtës KFOR i autorizuar nga OKB dhe i vendosur në vitin 1999 pas luftës në ish Jugosllavi, aktualisht numëron rreth 4500 trupa. Partia Demokratike e Kosovës ka reaguar sërish pas përfundimit të fjalëve përfundimtare në dhomat e specializuara në Hag nga 4 ish-krerët e UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Përmes një komunikate, PDK ka shpreh besimin në pafajësinë dhe lirimin e çlirimtarëve. Në këtë fazë vendimtare, Partia Demokratike e Kosovës shpreh pritjen dhe kërkesën e saj që vendimi të jetë i drejtë, i paanshëm dhe i bazuar ekskluzivisht në fakte dhe prova, larg çdo narrative apo perceptimi politik. Ne besojmë në pafajësinë e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit dhe presim që pas varritje dhe mbi bazën ekskluzive të fakteve e provave të mirët një vendim i drejtë dhe i paanshëm, i cili do të konfirmojë lirimin e plot nga të gjitha pikat e aktakuzës, thuhet në komunikatën e kësaj partie. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallak gjykim dënues prej 18 vitesh ndaj të akuzuarit Endrit Nika, i cili akuzohet për vrasjen e shtetasës argjentinase në fushë Kosovë në vitin 2023. I prangosur e nën masa të larta të sigurisë në gjykatore u solli akuzuari Endrit Nika. Në shpalljen e dënimit për Nikën nuk munguan edhe familjarët e argjentinasës Maria Clara. Në emër të popullit me këtë gjykim, i akuzuari Endrit Nika është fajtor për veprën penale vrasje e rënd nga 173 paragrafi 1.1.3 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Andaj gjykata në bazë të dispozitave ligjore të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe të Kodit Procedurës Penale të Republikës Kosovës të akuzuarin Endrit Nika e gjykon me dënim me burgim kozgjate prej 18 vite, i cili dënim do të ekzekutohet nga dita kur gjykimet me formën e prerë. Në dënimin e shqiptuar me burgim të akuzuarit i llogaritet koha e kaluar në para burgim, duke llogaritur nga data 1/8/2023 tutje, të akuzuarit me akt vendim të veçantë i vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të këtij gjykimi, por jo më shumë se dënimi i shqiptuar në gjykim. Detyrohet i akuzuarit që në emër shpenzimet procedurës penale, sipas llogarisë përfundimtare të kësaj gjykate, ndërsa në emër të paushallit gjyqësor të paguajë shumën prej 1.000 euro. Si dhe në emër të taksës për kompenzimin e viktimave të krimit të paguajë shumën prej 50 euro. Hoy Maria Clara Urdangaray puede descansar en paz. Sot Maria Clara Urdangaray mundet të pushojë në paqe. A pesar de todas las dificultades. Përkundër të gjitha vështirësive. Desde un principio fue difícil. Ka qenë vështirë që nga fillimi. Recuperarla. Për ta rikthyer.
pero nosotros siempre confiamos en la justicia de Kosovo. Por ne gjithmonë kemi besuar në drejtsinë e Kosovës. Ponemos en alto el valor del fiscal, que siempre se comprometió a esclarecer la verdad. E vlerësojmë shumë punën e prokurorit që gjithmonë është përkushtuar për ta treguar të Armen vërtetën. Hamiti. Armen Y hoy, Hamiti. y hoy lo demostró. Dhe sot e ka dëshmuar Con todas las angazhimin e pruebas, tij. siempre defendió la verdad. Me të gjitha provat gjithmonë e ka mbështetur të vërtetën. Clarita tuvo justicia. Gracias, Kosovo. Gracias. Gracias. Klara e ka marrë drejtsinë dhe i falenderojmë të gjitha autoriteteve të Kosovës për këtë drejtësi. Instituti i Kosovës për Drejtësi ka dorëzuar kërkesën të enjtë drejtuar kryetares së Kuvendit Alpulena Agjiu dhe shefave të grupeve parlamentare për inicimin e debatit parlamentar lidhur me mosbatimin e legjislacionit pozitiv dhe realizimin e të drejtës në pensionin e moshës, krahas pensionit dhe benefiteve të përcaktuara me ligjin për kategoritë e dalën nga lufta. Legjislacioni në fuqi ju lejon qytetarëve të këtyre kategorive të drejtën për përfitimin e të dy pensioneve. Kjo drejtë është e konfirmuar dhe konsoliduar përmes praktikës gjyqësore deri në nivelin e Gjykatës Supreme. Të gjithë personat që arrin moshën e pensionimit nuk mund dhe nuk duhet të detyrohen të zgjedhin në mes të njërit apo tjetrit pension, por atyre ju takojnë të dy pensionet dhe rrjedhimisht nuk mund të mohohet e drejta në të dy pensionet. Kjo do të thotë që gjithë ata që arrin moshën e pensionimit e kanë edhe të drejtën që ju takon si kategori e dalë nga lufta. Kuvendi i Odës së Inxhinierëve të Kosovës miratoi një rezolutë të rëndësishme që lidhet me çmimin, kategorizimin e ndërtimeve dhe përcaktimin e çmimeve minimale për shërbimet profesionale inxhinierike dhe arkitektonike. Rezoluta parasheh përcaktimin e çmimeve mesatare për kategori të ndryshme të objekteve ndërtimore, duke përfshirë objektet e banimit, spitalet, hotelet, infrastrukturën rrugore, energjetike dhe hidroteknike. Tash në këtë kuvend e kemi miratu rregulloren e punës kuvendit, e cila është përgatitur profesionalisht edhe kanë qenë të angazhuar edhe jurist profesional. Gjithashtu edhe rregulloria e organizimit brendshëm të Odës, pa funksionet, administrata. Një dokument tjetër shumë i rëndësishëm, i cili është miratuar në këtë vend, është një rezolutë e cila ka të bëjë me çmimet, kategorizimin e ndërtimit, çmimet mesatare të ndërtimit dhe çmimet minimale të shërbimeve profesionale, inxhinierike dhe arkitektonike. Korporata Energjetike e Kosovës dhe Komuna e Fushë Kosovës nënshkruan memorandum bashkëpunimi që synon realizimin e projekteve kapitale në këtë komunë. Me këtë marrëveshje, Keku merr përsipër përgjegjësinë sociale për të investuar në zonat ku vepron si formë kompenzimi për dëmët e shkaktuara nga veprimtaria energjetike. Kodër të këtij memorandumi janë lehtësimi edhe gjetja e mënyrave të bashkëpunimit ndërmjet Komunës së Fushë Kosovës dhe Korporatës Energjetike të Kosovës, duke u bazuar që përgjegjësia sociale që ka Keku ndaj banorëve të Fushë Kosovës, rreth rrethinës cila dëmtohet nga veprimtaria e Kekut, është domosdoshme edhe nevojshme që edhe Keku të bëjë disa investime në mënyrë që t'i kthehet një dëm që i shkaktohet t'i kthehet në të mira materiale duke investuar në projekte kapitale, e po shpresojmë shumë që në këto projekte kapitale kemi me pas mbështetje të vazhdueshme nga Korporata Energjetike e Kekut, dhe të bëjmë një koordinim dhe bashkëpunim institucional kryesisht që lidhen me çështje administrative, lehtësime administrative për Korporatën Energjetike të Kosovës, si dhe përkrahje nga Keku për komunitetin e Fushë Kosovës, sepse ne operacionet tona i kemi edhe në komunën e Fushë Kosovës dhe kemi përgjegjësinë sociale që të ndihmojmë qytetarët e saj. Shikues nderuar, pas këtij bloku të lajmeve tani është koha për bisedën në studio. Zoti Ashani, mirë se vini në InfoD. Mirë se u gjetëm. Zoti Ashani, sot e fillum ditën e parë të agjerimit. Si shkoi kjo ditë dhe si vjet do të jetë më shkurt themi për gjithë besimtarët ky Ramazan, sepse bie më në kohën e dimrit. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Allahut dhul xhelal. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhis salam, familjen, shokët e tij dhe mbi besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fal Zotit, po më duket shumë shpejt që këto në vitin e kaluar kemi bërë emisionet për muajin e Ramazanit, shumë shpejt na ka ikur koha.
mi kujton shumë citatët të Kur'anit se vërtet koha është një çështje shumë e çmuar. Por edhe Zoti i ka zgjedhë disa kohra, edhe i ka zgjedhë disa vende. Falë Zotit, ne sot dhe fillu muajin Mubarek ose muajin e bekuar të Ramazanit me një zemër gjerësir, me një shpirt të hapur, zemër të plot. Këtë muaj të bekuar të Ramazanit që vërtet i madhi Zot e ka përshkruar edhe në Kur'an, por dhe i dërguar jon Muhamedi alayhis salatu wassalam e ka përshkruar se kur vjen Ramazani mbyllen dyert e ferrit në atë kuptimin madhor që e ka shpjeguar i dërguar i Zotit, prangosen djajt dhe kështu shumë përshkrime tjera që i bën i dërguar i Zotit këtë muaj të lavdishëm të Ramazanit, kur thash se i madhi Zot i ka zgjedh kohrat, ndër kohrat më të bukura ka zgjedh do të thotë muajin e Ramazanit për hir të zbritjes së Kur'anit në te. Do të thotë një muaj madhështor që nuk ka pas rastin ta ketë ndonjë ymet më herët në formën çfarë ne e kemi. Do të them se kur e pcekan fillim kohën, na i kujton disa citate, disa ajete të Kur'anit ku i madhi Zot thotë: atë ditë kur të ringjallemi dhe do të dalmi te i madhi Zot, secili me ata njerëz të vet që ka jetuar në këtë botë, do t'i thotë njëri tjetrit: kem lebithtum, sa keni qëndruar në varreza, në jetën e bërzahit, në atë jetën mes ringjalljes dhe dikush thot illa qalila, shumë pak, dikush thot një ditë ose një gjysdite. Paramendoni prej kur është krijuar kjo botë prej Ademit alayhis salam. A ka dikush që mund të më tregu sa mija vjet është e vjetër? Dhe kur dalmi në ditë të ringjallur, kena me thonë një ditë ose një gjysdite. Pra kjo është ajo mrekullia kuranore, ajo mrekullia që i madhi Zot na ka tregu për kohën. Do të thotë krejt ky proces mija ose vitet të panumruara që ne nuk mujna me ditë, edhe shkenca besoj që nuk mund me ditë se kur ka filluar që sa vite, edhe pse ka disa të dhëna, mirë po nalmi kaja të lojmë 10.000 vite, ose 20.000 vite. E më të dok 20.000 vite, ose që ato vite, më të dok sa një gjysdite ose një ditë kur dalmi në jetën e re, në jetën e amshimit, vërtet është një mrekulli e Kuranit e veçantë. Prandaj mu më dok do të thotë ky vit që na ka ikur shumë shpejt, prandaj është një fjalë e urtë aty që thuhet koha është si shpata, nëse ata nuk e pret, aja të pret ty. Do të thotë që vërtet ne si besimtar duhet të shfrytëzojmë çdo minutë të jetës tonë në adhurim të Allahut. Mirë po, rasti më i mirë që e kemi për të adhuruar Allahun dhe për të filluar një jetë të re shpirtërore dhe çdo aspekt, është muaji Ramazani që na e kujton këtë çështje e që besoj do të bisedojmë gjatë bisedës. Pikërisht, çfarë përfaqëson Ramazani për besimtarin musliman dhe pse konsiderohet si muaj i mëshirës edhe i faljes ky muaj? Po, muaji Ramazanit është muaj më i dashur të besimtarët. Pasi që vërtet është ky muaj i përkryer në adhurim të Allahut dhul xhelal. Është i vetmi muaj në të cilën përfshihen të gjitha llojet e ibadetit. Të gjitha llojet e ibadetit. Do të bëhet namazi, jepet zakati, sadakatul fitri, pjesë nga pasuria japën për të varfërit. Kemi namazin, kemi agjërimin gjatë ditës, 5 vaktet e 5 kohët e namazit, agjërim ditën, por edhe taraviti kemi në mbrëmje të cilat i falmi. Do të thotë agjërim ditën, adhurim natën. Gjitha këto janë adhurime, por është forma më e mirë e adhurimeve që neve e bojna në këtë muaj. Për faktin që e ceka thonë se muaji Ramazanit është i zgjedhur ndër gjithë muajt, për ata edhe i madhi Zot atje në Kur'an me një suretul Qadr që na ka shpjeguar. Inna anzalnahu fi lejletil qadr, vërtet ne e kemi zbritur në natën e kadrit. Prandaj,
vetëm e shikojmë ne ku Allah ka mujtë me thonë, unë e kam zbrit, por e ka thonë ne e qujmë, kjo neja madhështore që i madhi Zot ka thonë, ne e kemi zbrit këtë Kur'anin në natën e Kadrit. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. I madhi Zot e ka përcaktu vesh një natë që na ka nderu neve, si besimtar aty ku bët pyetjen ju, me një natë e arrim do të më mirë se 83 vite për afërsisht e 4 muaj. Do të kjo është ajo madhështia e këtij mujit që Zoti për hir të këtij Kur'anit një natë do të e ka bë më të mirë se 1000 muaj. Për faktin që ka zbritja e fundit që ka ardhur te Muhamedi alayhis salam, të cilën janë përmbyllur të gjitha shpalljet e mëhershme. Po, cili është mesazhi kryesor që ky muaj e përcjell në shoqërinë tonë edhe për vet agjeruesin që e agjeron, çka duhet di agjeruesi në këtë rast, për çfarë po e agjeron, cilat janë çilu mesazhi që ai e merr me këtë rast, që e agjeron deri në fund edhe e andalon vetit që të haj, të pi, por ai edhe më kryesore themi të bëj vepra të këqija ose edhe të bëj diçka të cilat janë të ndaluara themi në këtë muaj, por edhe jashtë këtij muaji. Po, mesazhi i Ramazanit po të është ai mesazh që na i ka treguar edhe Kur'ani, por ato urtësitë kulminante të muajit Ramazanit janë që neve të bëhemi gjatë këtij muaji të Ramazanit modeli më i mirë i një njeriu që duhet me qenë, jo vetëm në Ramazan, por në mënyrë të veçantë të ndërtohemi në këtë muaj, në mënyrë që vërtet të jemi edhe në muaj tjerë të ngjajshëm me këtë që jemi në Ramazan. Unë e ceka edhe më herët do të thotë që muaji Ramazanit përveç që është muaji shpirtëror, muaji i shpirtit, që kemi nevojë për mbushje ose mbushje shpirtërore, me agjerim e me adhurim. Por muaji i Ramazanit është që na mëson edhe shoqërinë se si duhet me qenë gjatë tërë viteve. Shiqoni, i madhi Zot që ceka une, përveç që na e ka lënë agjërimin, që kemi nevojë, do të për ato dobit që i madhi Zot krejt popujve më herët javë ka lënë agjërimin, që besoj do të folmi edhe në këtë çështje, do të thotë i madhi Zot e ka ditë më së miri çka i duhet edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin fizik njeriut. Dhe na e ka lënë agjërimin, sukur që ka qenë edhe te civilizimet dhe popujt dhe njerëzit të tjerë. Do të thotë që me agjërimin i kujtojmë të gjithë ata njerëz që janë të varfur. E kujtojmë të varfurin. Ata janë emaneti i jonë, jo vetëm gjatë muajit Ramazan, por është një shkollë se si duhet të shqilmi edhe me ta dhe gjatë tërë vitit. Pra e kujtojmë njerin që nuk ka. Jemi në pjedestalin e koncentrimit të një besimtarit që nuk bën vepra të mira, për ndryshe ne agjërimin e ndajmë edhe në 3 grupe, agjërim i rëndom që e bojnë njerëzit, agjërojnë, por jo një agjërim mund të tejkalojnë, jo me fjalë këqija, jo me veprat këqija. Megjithatë kemë bëjmë me një besimtar që don me kry një detyrë shumë madhore, sikur është agjërimi. Mirë, po kemë tani agjërim të atyre njerëzve të veçantë. Agjërimi veçantë do të që ndalet prej çdo të keqe, qoftë edhe fjalë edhe kështu me radhë. Mandej grupin e tretë kemi edhe agjërimin e të veçantëve. Ata të veçantë grupit dytë po kemi edhe grupin e tretë edhe më të veçantë. E kjo është ajo grada më e madhe do të thotë që një besimtar e arrin gjatë muajit Ramazanit, por jo vetëm gjatë muajit Ramazanit, por më na shërby edhe në muaj tjerë. Kur thash aty që me agjërimin ton e bëjmë atë mbushjen e zemrës, atë përmbushjen shpirtërore, e cilat do të na shërbejë edhe viteve tjerë të jem të ngjajshëm të këto, kujtojmë të varfurit, do të thotë që shoqëria duhet të ndërtohet, njeriu nuk duhet të jetojë vetë. Ktu janë ato urtësitë
kulminante të islamit që dënë shoqërinë do të me bashku dhe me lidhë që mos ndohen në shtresa, pse të ketë e varfur kur neve jemi për shembull të pasur në mesin tonë. E shumë urtësi tjera të muajit Ramazanit, të cilat do t'i bisedojmë edhe më tutje inshallah. Çfarë kuptimi i vërtet të muajit i agjerimit për te asaj ndalimit të ushqimit dhe pijes? Çfarë kuptimi ka agjerimi vërtet përveç këtyre? Po, agjerimi i preket disa çështje, por agjeruesi duhet të di se i thatë këto 3, ai që vetëm agjeron dalin nga ngrënia dhe pija, por edhe ata të tjerë të veçantë dhe ata dhe më të veçantë. Cili është kuptimi tjetër për të kësaj? Po, mesazhi kryesor. Që do ta di një agjerues që i hyn këtij muaji të shahit Ramazan me dëshirën që ta agjeroj, por nuk i din, themi. I kthehemi këtu të ajetit të Kuranit ku i Madhe Zot në Kuran thotë ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dhe mesazhi kryesor, mesazhi që është porosia kryesore të Madhit Zot pse njerëzve javë ka lënë agjerimin, sigurisht që thash edhe te popujt tjerë, Ademi alayhis salam për shembull ka agjëruar 10 ditë të çdo muajit, që i bie 120 ditë. Musa për shembull ka agjëru një agjërim tjetër, Davudi alayhis salam 1 ditë ka agjëru, 1 ditë nuk ka agjëru. Do thotë kjo nuk është një adhurim i ri, por krejt pejgamber dhe krejt popujt e kanë pas këtë ibadet dhe këtë adhurim. Dhe në formën më të mirë sukër që e ceka e kalon të në agjerimin. E tash mesazhi dhe ato kuptime jo që e thatë është la'allakum tattaqun, javë ka boj Madhe Zot juve obligim agjerimin në mënyrë që të arrini gradën e devotshmërisë. Grada e devotshmërisë tani në Islam është grada më e lartë që arrin një besimtar. Shembull, definicioni i devotshmërisë është që kur e kam pyet Omeri radiallahu anhu e ka pyet Ibn Mesudin, një sahabi që e ka ditë Kur'anin, që është betun, nuk ka ajet që nuk e di ku ka zbrit, për kënë ka zbrit, a ka zbrit natën apo ditën, e vetë Ibn Mesudin ka dasht me kuptu edhe më shumë, që do me thonë la'allakum tattaqun në mënyrë që të arrini ju gradën e devotshmërisë, thot, a ke ndonjëherë ndonjë fushë që ka thera, gjemba, thot po, a ruhesh mos mi shkel dhe ke qenë zbathur, a jeru që mos me shkel në për ato gjemba, thot po. Kështu është devotshmëria, do të thotë që të ruhet njëri, sukur që sheru prej gjembave, të ruhesh prej mëkateve, të mos bish në mëkate. Qëllimi i agjerimit është la'allakum tattaqun me këtë agjerim, me këtë adhurim, me këtë solidaritet social që e bojnë në Ramazan, me sadaka, me zeqat, me gjitha këto format e adhurimit, është qëllimi kryesor që të arrim gradën e devotshmërisë. Dhe sukur që e ceka grada e devotshmërisë është grada më e lavdruar që besimtari arrin. Sa është vështirë të arrihet kjo gradë? Nuk është e vështirë, vetëm se duhet të ketë njeri të jetë, do të thotë prej atyre që të them edhe një definicion tjetër, që më na pa Zotin ato veprat me të cilat na ka urdhëruar, e mos më na pa ndalesa. Shumë është e lehtë. Në kuptimin që ndalesat janë mund t'i numrojna në gishtat e dorës. Cilat janë ato përveç ngrënies dhe pijes, themi? Disa, po themi. Po, te spjegoj këtë. Do të thotë që mu arrit kjo gradë shumë e lehtë. Veç mos më na pa Zoti që aty ku na ka ndalu, që e ka ndalu, si alkoolin, prostitucionin, kamatën, po thom jo në gishta këto gjëra, kurse të mirat e Zotit janë të pakufishme, se Allah në Kur'an ka thonë, nëse mundohni mi numru të mirat e Zotit, mi numru nuk mund. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, nëse mundohni mi numrue të mirat që Zoti Dhul Xhelal javë ka dhënë juve në këtë botë, nuk mundi mi numru. Do të janë të pa numërta, të pakufishme. Kurse ndalesat janë shumë më pak. Prandaj, kjo është aja që i Madhe Zot na shen veprat mira, mos më na pa në vepra të liga. Kjo është ajo devotshmëria që besimtari duhet me arrit gjatë këtij muajit. Edhe Kurani e ka nis
fillim të Kuranit është nis me devotshmëri ku i Madhi Zot thot Elif Lam Mim Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Fillim të librit, edhe pse shpallja jone ajeti i parë që ka zbritë pejgamberi po në muajin e Ramazanit, kur ka qenë duke medituar Madhin Zot në shpellën Hira dhe e këqyrte Çabën prej asaj shpellës o një kodra më e madhe në Mekë dhe prej atij vendit meditonte Allahun Dhul Xhelal, edhe shikon të shpinë e tij Çabën. Edhe në atë gjendje, në natën e Kadrit, ka zbrit Xhibrili dhe i ka thonë lexo, studio. Do të thotë një moment madhështor për pejgamberin alayhis salam, në atë formën që ka qenë duke medituar, i ka zbrit me leku prej Zotit me ajetet e para studio. Dhe ky është Islami jonë që vërtet shpallën e ka fillu me ikra me studio në emrin e të Madhit Zot. Mirë po në renditje të Kuranit mas pare ka qitë Elif Lam Mim, ky është libri, pra libri që është shpallë në natën e Kadrit. La rayba fi, nuk ka dyshim në te, është i zbritur prej Zotit, i pandryshuar deri në ditën e gjykimit, sepse Allah i ka thonë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kena zbrit, ne do ta ruajmë deri në momentin e fundit të jetës në këtë botë. Hudan lil muttaqin është udhëzues për njerëzit e devotshëm. Do të thotë shpallja ka filluar me studim, me lexim, studio, lexon emrin e Zotit, kurse në renditje ka qitë devotshmërinë. Dhe devotshmëria dikun 360 vende në Kur'an i Madhi Zot e ka cek dhe e ka përmend. Gati nuk ka sure që nuk e përmend, që nuk porosit për gradën e devotshmërisë, sepse shpërblimi atyre që arrin gradën e devotshmërisë është jashtëzakonisht i madh. Shumë sure flasin për shpërblimin atyre që arrin gradën e devotshmërisë. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba. Allah e përshkruan në mënyrë të mrekullueshme shpërblimet e tyre, do të kenë xhenete të ndryshme të bukura në të cilën rrjedhin lumejt e kështu me radhë. Do të thotë është grada më e lartë dhe porosia kryesore e Ramazanit është që vërtet të arrim gradën e devotshmërisë. Prandaj Ramazani ne e konsiderojmë, do të thotë, sikur që thash, këto të mirat që i Madhi Zot i ka zbrit dhe i ka kriju për neve, krejt kjo që na rrethon, kjo gjithësi madhështore, kjo tokë e bukur me relefin e saj, me lumenje, me detra, që vërtet i përngjon edhe një farë mënyrë edhe xhenetit ku përmenden lumejt dhe e kështu me radhë, është pranverë e zemrave të besimtarve. E keni pa pranvera e merr zbukurimin e saj në, do të thotë natyrën pranverë e merr zbukurimin e saj, do të thotë me gjithat faun, atë bukuri, do të thotë flora dhe fauna që të themi, ajo bukuria natyrore që buhet në pranverë, i njëjti është Ramazani, do të thotë që i zbukuron, i rrit veprat e njeriut. Nëse një vepër e bën në këtë muaj të Ramazanit, i Madhi Zot i shton edhe më shumë. Po, çfarë prish agjerimin? Cilat janë disa gabime që një agjerues mund t'i bëj edhe ta prish agjerimin për atë që nuk i din, ose edhe i bën është edhe gabimisht, se shumë kush mund të ketë gjendet në situata të ndryshme dhe mund ta prish agjerimin. Cilat janë disa prej tyre që mund t'i di? Definicioni i agjerimit është të ndalemi nga ngrënja, pija dhe nga epshet. Kjo është ajo formula kryesore që ne duhet të ndalohemi, do të thotë nga ngrënja, nga pijet e ndryshme, edhe nga epshi. Këto janë tri kryesore, do të thotë që për të qenë një agjerim i pranuar, është që ndalje nga ushqimi dhe pijet dhe nga epshet. Mandej, gjatë agjerimit mund të ndodhin gjërat, ose me gabim që i ceke, për shembull njeriu mund të pi ujë duke harruar, nuk e prish agjerimin. Nuk prishet? Nuk prishet agjerimin, sepse me harres. Ose duke përgatitur ushqim për shembull që mund ta kërkoj dikush një gjë. Janë forma të ndryshme që varet rasti prej rastit që nuk mund tash na mi spjegu, por vetëm se varet rasti prej rastit. Shembull me gabim ka pi, ose për shembull duke përgatitur ushqimin ai kuzhinieri, edhe kjo nuk e prish, ka shumë gjëra tjera, po sipas rastit ato edhe spjegohen. Shembull, sukur që cekun ushqimi me harres, bile pejgamberi ka thonë, nëse e shihni në Ramazan me hongër ndonjë njeri duke ngrënë,
ata Zoti e ka ushqyer, ka qenë do të thotë që i madhi Zot e ka ushqyer sepse ai me harres dhe momentin që i bjen mend që duke agjëru ndërprind ngrënien dhe agjërimin e ka të plot. E kështu me radhë. Cili është themi përgjegjësia edhe atij që nuk agjeron këtë rast pikërisht kur është një duke agjeruar dhe ai lejohet ose sa e ka themi haram që të haj ose të pi nga një agjeruesi ose para një agjeruesi. Cili është ky domethënë që kjo situatë, si spjegohet, e ka gjëna, është kjo një... Pa dyshim që është mëkat që një njeri në muajin e Ramazanit mos t'i bën dy vepra të liga të njëjtën kohë. Veprën e parë do të thotë që nuk agjeron, kurse të dytën e bën do të thotë që han edhe haptas. Prandaj kjo është vërtet është mëkat për atë njeri që në prezencën e agjeruesve nuk bën të ushqehet, ose në themin rrugë ose në muajin e Ramazanit me ngranë do të thotë është pak e shumtuar, pasi që vërtet besimtarët kur janë duke agjeruar është një kulturë që vërtet duhet me pas konsiderat edhe vllain ton i cili është duke agjeruar. Kujtohet një rast i pejgamberit alayhis salam në luftën e Bedrit që ka ndodhur në muajin e Ramazanit, 17 Ramazan. Dhe normal njerëzit në luftë e kanë të lirë me ngranë, po mund edhe me agjeru. Ata që mund me agjeru nuk Islami e lejon. Dhe në mesin e sahabëve ka pas asaj që edhe kanë agjeru në luftën e Bedrit, se është luftë mas pari me dalë prej Medinës, një largësi bukur e mirë, deri te Bedri aty ku ka ndodhur vendi i ngjarjes. Dhe disa kanë qenë duke agjeru, disa të tjerë do të kanë ngrënë. Por qëllimi final ka qenë të fitohet ajo betejë. E thot njëri nga shokët e pejgamberit, as ne nuk i kemi lakmue ata të cilët kanë ngrënë dhe këtë mënyrë na kemi vazhdu agjerimin ton edhe ata e kanë ditë qëllimin për çka janë dalë. Edhe këtu të ne të besimtarët, ata që agjerojnë me zemër dhe me shpirt, nuk lakmojnë kur i shohin të tjerë duke ngrënë, përkundrazi na vje keq dhe është e shumtuar në sytë tonë. Mirë po, edhe ai që nuk agjeron bile mos të hanë haptas, se vërtet i njihet edhe një mëkat shtesë, sepse një të keqe është duke e përhapur në opinion. Po, si duhet veprojnë ose kush është i liruar nga agjerimi, do të thotë që nuk e ka, nuk është gjuna, nuk është haram, nuk bën një vepër të keqe nëse nuk e agjeron. Kush është, cilat kategori janë të liruar nga agjerimi? Po shqoni në citatet e Kuranit i Madhe Zot thot yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. I Madhe Zot me agjerimin nuk e ka pas për qëllim me ju vështërsu dhe me ju ngarku juve. Agjerimi është ibadet i zemrës për me lehtësu dhe thot edhe për përmbush në atë aspektin shpirtëror, në aspektin fizik. Kur thom në aspektin shpirtëror, vërtet në muajin e Ramazanit e kem një trup shumë të lehtë, një ndjenjë shumë të bukur, do të thotë se vërtet na pastrohet ai shpirti jon. Mirë po, edhe në aspektin fizik pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan", me ditë ymeti me ditë besimtarët sa dobit më dha ka për agjerimin, do të kishin me shpresu që i tër viti të jetë agjerim. Ç'është dobit të mëdha që ka, për ndryshe i Madhi Zot nuk do t'ja kish obligu të gjithë njerëzve prej Ademit alayhis salam deri në fund. Prandaj në citatin që citova, Zoti thotë që ne nuk kemi dashur me ngarku njerin, por ja kemi lehtësuar me agjerimin. E ata të cilët mandej thotë, ata të cilët nuk mund me agjeru, sukër që është kategoria e pleqve, është pleqëri e cila ai nuk përtrihet, është plak që nuk mundet me qëndru. Ai e ka të lirë do të me hangër gjatë muajit Ramazanit, mirë po e pagun një fidje, një vitër, një ushqim ditor për një të afër, të varfër. Mandej njeri smut, i cili është i smut vërtet që e ka një smut që nuk mundet pa ushqim, edhe ato i Madhi Zot e ka liruar.
Femrat të cilat janë në ciklin e tyre mujor, edhe ato nuk lejohet për to të agjerohet dhe ka shumë kategori të ndryshme, por kryesorja është femen kane minkum meridan, ai që është i smur, au ala seferin ose është në udhtim, një udhtim që është udhtim i vështirë, të kuptomi, jo sot që i madhi Zot na i ka letue, do të thotë udhtimin me mjetet të ndryshme, për shembull sot në vija shumë të larta për 2 orë dhe 3 orë shkon dhe aty Allah i thot vën të sumu khairun lakum, nëse mundi me agjeru është më mirë edhe për mirë, po megjithatë Allah i udhtarit ja ka lënë të lirë për të ushqyer në Ramazan e ato me zaventsu. Femen kana minkum meridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Këta do të nëse është i smur e shërohet, duhet me zaventsu në ditë tjera pas Ramazanit. Udhtarit gjithashtu edhe ai duhet me zaventsu mas mujt Ramazanit. Mirë, po vjen këtu kategoria e pleqërisë që vërtet nuk mundet, është kategoria sikur që ceka ciklit mujor dhe ka shumë kategori tjera, ose ka për shembull punëtorë që janë me punë shumë të rënda, që vërtet është e pamundur. Nëse marrim shembull minjerat, për shembull, me që këtë kohë të sodit çdo sen është teknika ka avancu, mirë, po na po flasmi për ato të shembull sikur dikur që ka qenë e pamundur, për shembull ti me punue në me një minjer e me agjeru, ose një furraxhi i cili gjithë ditën ka me nejt e furra, e jo në këto kategori që mirë, po megjithatë agjerimi jetë një mshefësi mes robit dhe Zotit. Për ata pejgamberi alayhi salatu vesselam me hadith kutsi që i ka thonë Zoti thot, çdo vepër e besimtarit është për ta, ka mu llogarit 1 me 10. Nëse bëjmë një vepër të mirë të rëndom, i madhi Zot për një vepër të mirë na i shton 10 deri në 700 edhe 700.000 kështu me radhë. Thot ille some përveç agjerimit fe innehu li wa ana ejzibi. Përveç agjerimit i cili robi e bën për mu, edhe vetëm unë e kom e shpërbly. Pse? Sepse na muna, sukur që e pëcejketi, mos me agjeru, me thonë që jam duke agjeru, e kur shkoj shpimi gra atje ushqimit e gjapodione. E kundër të asaj që ai nuk agjeron edhe han haptas. E për ata është një mshefësi që nuk e din kërkush pos Zotit dhe robit. Apo kupton? E tash, për ata Allah ja ka lanë të veçantë wa ana ejzibi, vetëm unë kom ja dhënë shpërblim në agjerimit. Mandej çka thot pejgamberi, thot inne fil gjenne, më të vërtet në xhenet, kur tim në xhenet, ju halo pahi, po kur të futemi në xhenet, është një derë rrejan që quhet dera e agjerimit. Për atë derë nuk ka me hi kërkush, përveç ata që kanë agjeru. Do të thotë jo pa hin xhenet, për shembull është një objekt e ka derën, e duhet me hin atë objekt. Por pejgamberi ka thonë, marana masi të futemi në xhenet, është edhe më e veçantë një derë e veçantë ku kanë me hi para dere ata që kanë agjeru në kopshtet dhe në xhenetet e bukura të Allahut dhul xhelal. Ose ka dhe të tillë që thonë me rëndësimi pas zemrën e mirë, e s'ka lidhja e agjeron ajo. Ose çka ju thu këtyne njerëzve, ose cila është, a ka rëndësi kjo, a s'ka rëndësi fare, në kuptimin e zëvendësimit. E kam zemrën e mirë, s'bëj keq, s'flas keq, po nuk e agjeroj, se mjafton që ajo. Kjo vërtet është një thënie që na përcjell vite, dekada me radhë të njerëzit. Mirë, po tash po besoj që është te kalu kjo çështje. Pasi që gjithë ato i gjejmë do të thotë në fenë tonë të pastër, ku pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë lejsa l'imanu bit-tamanni wala bit-tahalli. Nuk është besimi i besimtarit me thonë se unë e kam zemrën e mirë që të ceke, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Besimi nuk është vetëm me thonë me gjuhë, unë jam i mirë, kam zemrën e mirë. Por besimi është ajo që është ngulit në zemër, që ka për qëllim besimin. Mas pari kërkohet besimi, se nëse nuk është besimtar, atëherë ti bën vepra çfarë dush, nuk je besimtar. Po thot besimi që ngulitet në zemër, që është besimi, ma waqara fil qalb wa sadaqahu al-amal, mirë, po çat besim që është ngulit në zemër ta vërtetojnë edhe veprat.
E nëse nuk ta vërtetojnë veprat, ti kot thue kom zemrën e mirë, kur si e falë, s'ke agjeru. S'mjafton vetë zemra, nuk mjafton veç me hi imani, po shumë e bukur, ka edhe si njerë që të besoj, po Allah që s'po moj me agjeru, ose s'po moj mu falë, ose diçka. Nuk ja rafezojmë në asnjë mënyrë besimin e tij. Mirë, po është besimtar i mirë, nuk është, sepse pejgamberi ka thonë që ka ngulit zemër dhe ta kanë vërtetu punë dhe veprat e tua. Nëse nuk e vërteton me vepra, atëherë ato janë vetëm fjalë, bosh edhe fjalë të kota. Ose arsyetim, mund të jetë si arsyetim që nuk duan të agjerojnë. Po tash më varet për njerit, mundet me qenë një lloj arsyetimi tina se kënë se aludon unë e kom zemrën e mirë, tash është edhe një shprehje tjetër që përbojnë unë e besoj shumë Zot. O, alhamdulillah që beson shumë Zot, po bën veprat mira masi po beson shumë Zot. Ka për shembull njerëz të cilët nuk fal namazin, nuk gjendet te veprat e mira, thotë unë besoj shumë Zot. Kur të besojsh në shumë Zot, atëherë do të apet më kthyte ajo që ka thënë pejgamberi, ma ta vërtetu. Do t'i bësh këto. Do të vërtetu veprat e tua, punët e tua, për ndryshe e jetë e thot atëherë, e zbrast. Po jetojmë, jemi në një kohë të sfidash me shumë rrjete sociale, ekonomike, sa ndihmon Ramazani që të qëndrojnë me të fortë shpirtërisht, mendërisht, do thotë dhe duke agjeru që të largohemi nga këto të kësia që mund vinë nga zhvillimi teknologji që në një anë shumë i mirë, do thotë ecja përpara e teknologjisë e shkencës, por edhe ato sfida sociale ekonomike që i prodhojnë këto media sociale, rrjete sociale, sa ndihmon agjerimi që t'jemi më të mirë, më të shëndet, do në aspektin e shëndetit mendor, por edhe emocional, edhe shpirtëror. Të thëmë drejten çështja e këtyre rrjeteve sociale që picek, vërtet shoqëria jonë tashmë po shohmi, do të thotë edhe fëmiu më i vogël, do të thotë ka shoqëruesin më të mirë, ka telefonin. Vërtet është kjo një përgjithësi edhe e familjes, e prindve që vërtet fëmijët unë i shoh edhe se kemi raste të ndryshme nga njerëz tonë të cilët djali nuk po fol, nuk është socializu se te e ke lanë me telefon shumicën e ditës me te e ke lanë. Prandaj vërtet jemi me një sfidë me një sfidë që ballafaqohet shoqëria dhe fëmijët tanë. Ramazani vërtet do të me qenë shembulli më i mirë, po ne këto do të shfrytëzojmë në aspektin e mirë, se çdo sen do të ne i gjem në këto rrjetet sociale, por do të shfrytëzojna në aspektet pozitive. E kur është në aspektin pozitiv, ajo do të është një punë të cilën neve e bëjmë gjatë ditës. Mirë po, nëse ndalmi në aspektin zotruna negativ dhe të mos i kemë fëmijët tanë në kontroll, shembull në mënyrë të veçantë po nalën atë fëmijët, atëherë vërtet prind kanë me pas problem dhe të lashe. Unë kam pas një rast vërtet kështu, ka thonë që vajza nuk po fol, nuk po don, do të tash ja ke lanë telefonin, tash nalja telefonin, se ja ka nalë telefonin, me njëherë fëmiju është socializu me familje, prandaj vërtet është përgjithësi shumë e madhe prindve në këtë aspekt, që të kenë kujdes, jo vetëm Ramazan, që Ramazani është shembulli kryesor do të se si do të qëndroj njeriu ta shfrytëzoj kohën me adhurime, me sukërçecika, që të jemë modeli më i mirë, të jemi një shoqëri vërtet që të lidhemi në Ramazan e që na shërben edhe pas Ramazanit. Mirë, po në mënyrë të veçantë do të jemi të përgjithshëm ndaj fëmijëve tanë vërtet se t'i kemi në kontroll, mos t'i lojmë me orë të tëra në telefon. Vërtet është e tmerrshme, është një sfidë që ballafaqohen prind tanë sot me fëmijët e tyre. Prandaj vërtet Ramazani do të jetë një muaj që na kujton një program të jetës, një program të cilën besimtari duhet ta bëjë në Ramazan dhe ta vazhdojë edhe mas Ramazanit. Pasi që Allah na ka lënë si kohrat e bekuara, sukur që i kem haxhin, i kem mujt tjerë do të që janë mujt të shejt, sukur na për shembull që kemi filluar do të mbjelljen
e asoj bime për muajin e Ramazanit në mënyrë, po them kështu, në muajin e Rexhep dietarët thonë bëhet mbjellja e asaj fare, sukër bujku kur e mbjell bimen, dhe në muajin Shaban që veç shpelojnë në atash muajin e Ramazan dhe veç e mi futësot në Ramazan, duhet me ujit për me kultivue, dhe muaj Ramazanit është ai muaj që duhet me bo shirje korrjen e këtyre që e kemi mbjellë, e kemi kultivu dhe e kemi ujit. Prandaj edhe Ramazani do të jetë ai muaj në të cilën vërtet kemi arrit ato frytet më të mëdha, të cilat duhet të mbjellmin këtë muaj dhe të jemi edhe mas muajit të Ramazanit. A ka përfitime muaji Ramazanit tek njeriu edhe në aspektin shëndetësor, agjeruesi? A përfiton në aspektin shëndetësor në trupin e tij diçka kur agjeron? Unë e ceka dhe maharet hadithin e pejgamberit a.s. ku tha se me ditë besimtarët çfarë dobit mira ka muaji Ramazanit, do të kishin me shpresu me kanë i tërë muaji Ramazan. I tërë viti? I tërë viti të jetë agjerim dhe Ramazan, sepse ka dobi të panumërta. Mjek t'i spjegojnë to të gjitha që nuk është lamia jemja tash të futem në to, mirë po mos të harrojmë se është edhe një çështje tjetër që Ramazani është një operacion pa brisk. Kur bomi prej një smuja operacion, Ramazani është operacion pa brisk. Dhe të që shëron shumë smundje në aspektin fizik, besimtari përfiton pa mos, se është hadithi shkurt, por me domethënie shumë të madhe, nëse e din, krejt nuk e din, ato e din mjekët, pyetni ata ju tregojnë do të thotë për agjerimin se çfarë dobi ka. Për atë e gjejmë edhe te grekët e vjetër, e gjejmë edhe te egjiptasët e vjetër, edhe pse kam pas agjerim, se me siguri është trashëgimi prej popujve pejgamberve më herët që kanë qenë, ajo është trashëgu edhe te ta me siguri. Si te grekët, si te egjiptasët e vjetër e kështu me radhë, do të thotë i kanë shti me agjeru tërë ditën, edhe me kohë të caktume, në mënyrë që t'i ushtrojnë për luftë sa mund me qëndru pa bok. Edhe të ta ka pas agjerim. Do të thotë pse? Sepse agjerimi do të i bjen këto të mira. Pra kanë qenë popo që nuk kanë agjeru në aspektin ideologjik ose fetar të ndonjë feje, edhe pse kanë pas, po them me siguri trashëgimi prej popojve dhe pejgamberve tjerë, mirë po i kanë shti të agjerojnë me qëllim do të thotë që t'i forcojnë për luftë. Prandaj agjerimi, po them edhe njëherë që është një operacion pa brisk për besimtarin, dhe këtë e dim do të thotë edhe në jetën e përditshme njeri kur të i kalon në peshën e tij, çka kom na thon mjeku, medito, na le ushqimin, agjero. Do të thotë ky është agjerimi që vërtet njeriu t'ia sjell shumë dobi edhe shpirtërore, pra edhe në aspektin fizik. Po, e thatë edhe ju, për e dim që muaji Ramazan është muaji në të cilin ka zbrit Kurani. Kurani. Apo sfidohet Islami në këtë kohë, Zoti Ashani, aktualisht, po themi në gjithë botën? Shqyqoni gjatë prej momentit kur ka zbrit Kurani dhe që është shfaqi Islami, gjithëherë ka pas sfida. Mirë po i madhi Zatun e Ceka ka thonë me një citat të Kuranit, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Vërtet neve kemi zbritur Kuranin dhe ne do të arrujmë. Feja jonë Islami është ndërtuar në librin e shet në Kuranin. Ne kemi këto sfida, mirë po Islami vetëm fjala e tij është Islam do të thotë paqe. Islami është një fe mrekullueshme, është një fe argumentueme, është një fe që po themi do të thotë Kurani është dija e Zotit që është zbrit. Kështu ka qenë edhe te pejgamberët tjerë pa dash, do të thotë si te Hazreti Musa, te Hazreti Isa, te Hazreti Davudit, te gjithë atyre që u kanë zbrit shpallja. Ajo është dija e Zotit e zbritur te njerëzit. Mirë po ja që Allah i ka dashur që Kurani dhe Islami ka qenë fe gjithë njerëzve, por ka dashur që Kurani të jetë për shpallja e fundit
që i ka përmbyll të gjitha shpalljet. Islami mund të themi që sulmohet, mirë po unë besoj që e tër bota e din që Islami është një fe e paqes, një fe e dijes, sukur që tash fillim është ajeti parë, porosia parë, mesazhi parë është lexo, studio në emrin e Allahut. Ky libër është një libër që nuk ka do të gjë në të cilën nuk është përfshi, themi. Vetëm për vasionin i kemi 500 ajete të Kur'anit. 500 ajete të Kur'anit flasin vetëm për vasionin. Flet për yje, flet, do të është një libër i gjithë përfshis, sa? Mboni përshtypje një natë një prej këtyre figurave, një figurë mjaft e njohur, jo këtu të ne në Shqipërisë, ndëgjojsha do të thojke se toka qëndron nuk sillet. Do të kjo është seni më i thjeshtë në Islam që Allah i ka thonë, ju i shihni kodra duke qëndruar në vend, realisht vahije të morru mërë sihab, ato lëvizin qësh lëvizin e rrët. Që do me thonë që aja toka lëviz. Ose për shambull, ajeti Kuranit është, kullu një gjëri li e gjeli musemma, gjdo send lëviz në orbiten e të, nuk ka një objekt që Allah një yll, ose tokën, ose pa marë parasysh, që ka kriju që aja të rëni vend. Është e pa mundur, gjdo sen është në lëvizje. Du me thonë që Islami është këtë që i gjenë argumentet, thash, vetëm për vasionin 500 ajetet të Kuranit flasin. Prandaj, kjo fe dhe kjo Kuran dhe të qëndroj deri në frymen e fundit të kësa jetës. Pse sulmohet atër nëse është feja islame është, themi, fe e paqes dhe e ka mision, dhe më thënë këtë rend parë, paqen. Pse sulmohet ka shumë, pra? Pse kërkohet që të mos investohet në xhami, të mos bëhet ajo, të mos bëhet kjo? Ka një përplasje këtu. Pse atëherë? Po, për kundër kësaj që vërtet sulmohet, ka dhe prej shumë njerëzve që lavdërohet dhe argumentohet. Neve nuk e kemi bo as një herë zhurum për shumë njerëz, për shumë dietar, për shumë shkencëtar, për shumë do të figura tjera të cilët pranojnë Islamin me dëshirë. As një herë nuk e kemi bo çështje të mediave ose diçka. Po ajo që më dhe mas shumë të këtu në vendin tonë do të që për shofmi do të që janë dalë grupe të caktume të cilët vërtet është e papranueshme me na i rrenu kretat bashkëjetes, me na i rrenu kret atë që e këna ndërtue me shekuj për themi, do të që janë mundue njerëzit tanë me ndërtu në të prishmi në këtë kohë të liris, në këtë kohë të pavarësis, në këtë kohë që i madhi Zot ka dashur sot jemi të lirë, shiqonin gjithandaj, shiqon e Palestinën, shiqon e Ukrainën e kështu me radhë, që Zoti na ka nderu me këtë shtet dhe ne me dur tona ta rënojmë këtë shtet. Vërtet është e papranueshme. Vërtet është kjo e papranueshme, pasi që po thëmë, ne të gjithë kemi qëndru së bashku. Fejen le ta zgjedh kush don. I madhi Zot ka thonë, la ikrahe fi din, nuk ka dhunë në fe. Ne në Islam kërkujt nuk i tojna me dhunë eja. Na qelin tema të paqena që Islami larg është aty në seneve. E do të nuk e di ku e kanë qëllimin, pse e kanë qëllimin. Ne këto probleme nuk i kena pas gjatë historisë, kemi qenë së bashku, si musliman, si të krishterët, qëllimi jonë ka qenë shteti dhe arritja asaj që vërtet tash e kemi arritur. Prandaj po them është e papranueshme prej individëve, ti je i lirë bre vëlla me besun, çka dush beso, ama mos i ngustir ose mos bë thirrje me lanjen e një fes komplet, një numrit 96% me lan komplet, kjo vërtet është e papranueshme. Atëherë, nëse ne këtë e bojmë, na e kena rënu historinë tonë. Edhe fut për qarje, thani? Po, patjetër fut për qarje, se vërtet nuk guxon mja cenu lirinë e tjetrit, të je i lirë me besu, la i krafi din, nuk ka dhunë në fe, mos ja impono tjetrit fenë, mos delti atje me bot thirrje me lan një fe. Po them, nëse këtë e bojmë atëherë ne e kena rënu historinë tonë, të cilën e kena ndërtu së bashku me të tjerët. Është e papranueshme një gjë e tillë. Po është edhe një gjë tjetër që themi kështu është shumë diskutim ko gjatë. Pikërisht ky Ramazan i ra
që të filloj vetëm 2 ditë pas kremtimit e pavarësisë së Kosovës, shtetit të Kosovës, për të cilën kanë dhënë jetën shumë dëshmor, janë vrarë mijëra civil e janë bërë dëme të mëdha. Por si bashkëjeton feja me kombin, me shtetin? Sepse ka shumë, besoj e keni dëgjuar shumë shpesh që bëhet kjo pyetja, a më para feja apo kombi? Këto janë gjanat cilat vërtet i thot një njeri i paditur. Për shkak se ta marrim shembullin më të thjeshtë. A jemi të ndërtuar në aspektin fizik me trup dhe me shpirt. Nëse shpirti na largohet, çka bëhet me trupin? O do të më varros trupin. To janë 2 gjana, nëse ja hjekmi njënën, atëherë jetë pa kuptim. Sukër njeriu, për shembull, pa shpirt kur është, do të më varros, a? Këto janë 2 gjanat që vërtet janë të tajkalume më. Me këtë çështje unë vërtet çuditem kur thonë a kombi a feja. O vëlla, Allah na ka kriju shqiptar. Mirë po që e kom fenë une. Dhe nuk bëhet asnjëherë krahasimi a feja islame, a kombi, a krishtenizmi, a kombi. Në asnjë mënyrë, se këto janë të lidhura ngushtë. Do të thotë sukër trupi me shpirt që e ceka. Trupi pa shpirt në asnjë mënyrë. Por edhe shpirti pa trup a mundet me ekzistu, s'mundet me ekzistu. E kush jetë e gjallë, jetë shpirti, apo? E para ta po thomë që vërtet kjo nuk qëndron kjo, të cilla vërtet po na thojnë a kombi është një çështje e tejkalume, besoj që njerëzit e kanë kuptuar, gjithkush është i lirë në fenë e vet, kurse kombin kërkush nuk na i mohon. Kërkush nuk mundet me ta mohu që je shqiptar ose ai tjetri bosnjak ose çapo diun. Kombi është komb, feja është fej. E tash themi te Ademi a.s. Çfarë kombi ka pas? A mund me agjitë ndonjë komb çfarë? Mirë po Allahin Kur'an mas mirë ti e ka spjegu, ka thënë. Gja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Ju kena krijuar në fise, në familje, në kombe, në popuj, në mënyrë që të njiheni mes veti. Kjo krijimi në kombe, që kombi ma vonë ato që është i formum, do të thotë Allah po thotë që 1400 vjet ju kum kriju në fise, në popuj, në kombe, në mënyrë që të njiheni mes veti. Inne ekremakum indallahi atqakum. Më i miri për juve është më i devotshëm. Çe këtu që ka devotshmërinë. Njeri më i devotshëm. Kjo është kryesorja. Ti mundesh me kon musliman, por me kon njeri i dobishëm. Shqiptarje, por ti je i dobishëm. Ose ai tjetri i krishter, por në fenë e vet mirë, po të jetë i dobishëm për tjerët. Kjo është mendoj aja që Zoti më së miri e ka cekë në Kur'an, ju ka kriju në popull, në kombe, në mënyrë që të njiheni mes veti, më i miri ju është më i devotshëm. Kjo është aja formula. Mirë po, nëse ma qëtë kombin për para, atëherë nalmi të ma herët, kur ardhë njëri, por cëllin kombe ka pas? Fejnë kallaj e dim, është islamin, feja, ose kështu me radhë. Po, Zotashoni, kam pyetjen e fundit, cila është këshilla juaj për agjeruesit që përjetojnë për herë të parë Ramazanin, që nisin për herë të parë të agjerojnë, edhe ata ndoshta që janë 18 vjet ose 17 ose 20, çapo di, por edhe cila është këshilla juaj për ta, cilët agjerojnë për herë të parë, por edhe në përgjithësi një mesazh për këtë muaj të shenjtë. Po, mesazhi jonë është që falenderojmë Zotin që e pritëm këtë muaj të shenjtë të Ramazanit dhe shpresojmë që vërtet ta kemë një agjerim sukur që ceka prej atyre të veçantëve, mos edhe prej të veçantëve të veçantë. Do të thotë që ta kemë një model të veçantë, do të thotë në çdo muaj të Ramazanit për çdo vit që na vjen. Ashtu sukur edhe shokët e pejgamberit që sa herë që u vike muaj Ramazanit, se ata e lutshin Zotin kur shkoi kjo Ramazanin 6 muaj lutshin për m'ia pranua gjithë ata adhurim që e kanë bërë. Mirë po kur vinte Ramazani, ja dhoshin besën Zotit, thoshin o Zot, kam me agjeru këtë muaj të Ramazanit, që nuk e kam agjeru më herët ndonjë vit. Do të thotë që të mundohemi secilin Ramazan të bëjmë më të mirë, secilin Ramazan të bëjmë më të mirë.
kurse për ata të cilët hinë sefte në agjerim, unë ju uroj sukses se do të shijojnë një knatësi që edhe ata kanë më binë që nuk ka knatësi më e madhe se meditimi dhe agjerimi muajit të Ramazanit. Është një muaj i përkryer se pejgamberi ka thënë për agjerusin janë dy gëzime, gëzimi i parë është kur bën iftar, ai ke pa kur hajmë gjatë tërë ditës nuk e dim atë shijen e ushqimit kur shkojmë mbrëmje. Nëse ka hongër ndrek kur shkojsh mbrëmje në një farë mënyre nuk e nin atë shijen e ushqimit. Kurse në muajin e Ramazanit gjatë tërë ditës kur nuk ushqehesh, kur të vjen iftari, e nin atë shijen e ushqimit, plus e ke në aspektin fizik trupin do të e ke lanë do të zbrazet që vërtet i ka marrë ato dobit e tina gjatë agjerimit dhe në iftar e ka një shije në ushqimit dhe të iftarit dhe gëzohet kur e bën iftarin, por edhe gëzimi tjetër është që kur del para Zotit, çukur që thash që ka me gjetë shpërblimin e të madhit Zot ku ka thonë se vetëm unë do ta paguaj agjerusin. Andaj unë uroj të gjithë besimtarët një muaj të lehtë, një muaj të bekuar. I madhi Zot inshallah na i pranon gjitha lutjet dhe të kem një Ramazan të lehtë dhe të begat. Urime gjithëve muaj i shërt i Ramazanit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Gjithë mirat. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj shumë që qëndruat me ne deri në këtë tonë. Ne do të shihemi sërish nesër. Deri atëherë bashkë, mirupafshim.